Rritja e standardeve në procesin e inspektimit dhe unifikimi i praktikave të punës ishin në fokus të një trajnimi të zhvilluar në Gjirokastër nga Inspektoriati i Përgjithshëm. Trajnimi u drejtua nga Inspektori i Përgjithshëm Dashnor Sula së bashku me një ekip specialistësh të Inspektoriatit të Përgjithshëm. Gjatë takimit u trajtuan çështje që lidhen me zbatimin e legjislacionit, koordinimin ndërinstitucional e të tjerë. Sigurisht Gjirokastra ka dhe një pozicion do të thoshe gjeografik për sa i përket të kufirit me Greqinë dhe që ka qenë një port hyrëse për sa i përket të gjithë tregtisë dhe të shkëmbimit të madrave me Shqipërinë për gjatë tyre 35 viteve dhe problematikën që ka patur gjithmonë Kakavia si pikë doganore në qarkun e Gjirokastrës dhe ne do kemi përsëri një vëmendje të shtuar, sidomos për AKU-n dhe problematikat të cilat na kanë ardhur nga kufiri gjelbërt dhe përtej doganas në qarkun e Gjirokastrës, ku shpesh herë ka ndodhur që element kontrabandist, të cilët kanë bërë kontraband nëpërmjet bagëtive të imta apo bagëtive të tjera më të mëdha dhe të cilët janë shpërndarë pastaj në përgjithë Shqipërinë. Dhe unë këtu të rreq vëmendjen për të gjithë inspektoratet, sidomos të AKU-s dhe të shërbimit veterinar, të cilët shpesh herë mund të kemi dhe element të caktuar veterinarë të cilët me një vulë në xhep dhe dalin dhe vulosin në këto përurja të këtyre bagëtive dhe të cilët sjellin një dëm të pakontrolluar në të gjithë Republikën e Shqipërisë për sa i përket pasaj thërjes së tyre. Dhe kështu që sot ky takim ka të bëjë që me të gjithë inspektoratin IKMT-s, inspektoratin e AKU-s, inspektoratin shëndetësor, inspektoratin e punës, të arsimit, të mjedisit dhe sigurisht do duhet që unë si inspektori i përgjithshëm t'i tërheq vëmendjen dhe t'i motivoj dhe për ato elemente të cilët janë do thosha shkeljes të ligjit, nuk do ketë asnjë lloj tolerance, sidomos për subjektet të cilët janë abuzues dhe një pikë tjetër të cilët unë e shtroj me shumë forcë dhe që do ja kërkoj të gjithë inspektorëve ka të bëjë dhe me situatën e vështirë të periudhës së verës për shkak të temperaturave të larta që ka sidomos qarku i Gjirokastrës, që njihet për temperatura të larta dhe për problematika të zjarreve, të zjarrvënieve të qëllimshme dhe do duhet që të kemi një ndërveprim dhe një komunikim me të gjithë pjesët e tjera të ekzekutivit, duke filluar nga policia e shtetit apo me emergjencë civile, me pushtetin lokal dhe ky lloj ndërveprimi sigurisht ka të bëjë me parandalimin që do duhet të ndodhin që mos ndodhin fenomene të tilla. Problemi i mjedisit përsëri në qarkun e Gjirokastrës është një problem i cili do duhet ta trajtojmë me shumë kujdes dhe ky kujdes sigurisht do të jetë një kujdes i shtuar sepse vlerat historike të Gjirokastrës janë vlera të jashtëzakonshme dhe nëse do ndodhi një dëm është një parikuperueshëm dhe përsëri do të lëj detyra të posaçme për IKMT-n dhe për mjedisin. Brenda 8 deri në 9 muajve të ardhshëm, të gjithë inspektorët e inspektoriateve në rang kombëtar do të pajisen me kamera trupi inteligjente, bëri të ditur kreu inspektoriatit Dashnor Sula, ku theksoi se kjo është një nga reformat kryesore që synon rritjen e transparencës dhe luftën kundër korrupsionit në terren. Ka ardhur momenti që për gjithë trupin e inspektimit të Republikës së Shqipërisë, të gjithë inspektorateve, nga inspektoratet qendrore dhe inspektoratet rajonale, deri tek inspektori i fundit, brenda një periudhe mendoj maksimumi që mund të jetë 8 deri në 9 muaj, po shpresojmë edhe më shpejt që të çdo inspektor i trupës inspektimit në Republikën e Shqipërisë, të gjithë inspektorateve do të pajisen me kamera trupi smart, të cilët janë të një niveli shumë të lartë dhe të integruar dhe me inteligjencën artificiale e AI dhe që do bëjë të mundur identifikimin e problematikave që ndodhin në terren në rastet kur kemi inspektorë abuzues apo subjekte të cilët tentojnë të korruptojnë inspektor dhe sigurisht në çast në online do të jepet informacioni. Ai u ndal edhe te platforma sigurt.gov.al duke ftuar qytetarët të denoncojnë çdo rast abuzimi, shkeljeje apo problematik që hasin gjatë marrjes së shërbimeve. Ai theksoi se informacionet e përcjella përbëjnë një mekanizëm të rëndësishëm për identifikimin dhe ndëshkimin e rasteve të paligjshmërisë, duke forcuar kontrollin në terren dhe do të rrisë besimin e publikut te institucionet inspektuese.